E ke vënë re se pas një dite të gjatë në këmbë apo ulur në zyrë, këmbët e tua ndihen jashtëzakonisht të rënda, sikur mbajnë thas me rër. Dhe kur hidhni sy të poshtë, vini re tek ato vijat e kaltrat e violeta apo dhe te venat të fryra që duken si kordon në lëkurë. Po flasim për venat varikoze, ose siç i njohim gjerësisht variqet. Për shumë njerëz ato janë thjesht një problem estetik që duan ta fshehin, por në të vërtetë variqet janë një sinjal i rëndësishëm që trupi po na jep për qarkullimin e gjakut. Sot do të zbërthejmë gjithçka. Pse krijohen saktësisht variqet, të cilat janë gabimet e përditshme që i përkeqësojnë ato dhe si mund t'i trajtosh apo parandalosh në mënyrë reale pa rënë prej reklamave të reme në internet. Para se të fillojmë, mos haro të bësh subscribe dhe le të zbulojmë të vërtetën. Për të kuptuar variqet, duhet të kuptojmë se si punon trupi ynë. Zemra pompon gjakun e pasur me oksigjen poshtë nëpër këmbë. Por si kthehet ai gjak sërish lart te zemra kundër forcës së gravitetit. Këtu hyjnë në lojë venat tona dhe muskujt e pulpës së këmbës, që punojnë si një pompë natyrale. Brenda venave ne kemi disa valvula të vogla të cilat hapen për të lënë gjakun të ngrihet lart dhe e mbyllen menjëherë që gjaku të mos bjerë përsëri poshtë. Por çfarë ndodh kur këto valvula dobësohen ose dëmtohen? Ato nuk mbyllen dot mirë. Gjaku fillon e grumbullohet poshtë në këmbë për shkak të gravitetit. Ky grumbullim krijon presion. Venat zgjerohen, përdridhen dhe fryen duke dalë në sipërfaqet e lëkurës. Kjo është një ven varikoze. Faktorët e riskut. Pse unë? Pse disa njerëz zhvillojnë variqe që në moshë të re dhe disa të tjerë jo? Ka disa faktorë kryesorë që disa prej tyre i kemi vetë në dorë. Gjenetika. Ashtu si me çdo gjë tjetër, nëse prindit e tu kanë variqe, probabiliteti që të kesh edhe ti është shumë i lartë. Trashëgojmë elasticitetin e mureve të venave. Stili i jetës gabimi më i madh. Qëndrimi në këmbë për orë të tëra, si për shembull parukierët, shitësit, mësuesit, ose qëndrimi ulur pa lëvizur, puna në zyrë, është armiku numër 1. Kur nuk lëviz, pompa e muskujve të këmbës nuk punon dhe gjaku ngec. Gjinia dhe hormonet. Femrat janë më të rrezikuara, ndryshimet hormonale gjatë shtatzanisë, pubertetit apo menopauzës i lërojnë muret e venave. Gjithashtu gjatë shtatzanisë, rritja e mitrës bën presion mbi venat e legenit. Pesha e tepërt. Pesha e shtuar shton presionin e drejtë për drejtë mbi venat e këmbëve. Çfarë nuk funksionon? Mitet e internetit. Nëse kërkon në Google apo Instagram, do të shohësh qindra kremra, gjelëra me gështenja kali apo vajra magjik që premtojnë t'i zhduken variqet brenda natës. Le të jemi realist. Kremrat mund të ftojnë lëkurën, të zbusin përkohësisht dhimbjen ose ndjesinë e djegjes, por asnjë krem nuk i riparon dot valvulat e dëmtuara brenda venës. Mos shpenzoni shumë atë mara, duke menduar se një xhel do të zgjidhë një problem që është strukturor dhe i brendshëm. Si ti trajtosh dhe parandalosh vërtet? Atëherë, çfarë funksionon vërtet? Plani ndahet në 2 pjesë: menaxhimi në shtëpi dhe trajtimet mjekësore. Në shtëpi, për të ndaluar përparimin, lëvizja është ilaçi. Nëse punon ulur, vendos një alarm çdo 1 orë për të ngritur, për të bërë disa hapa apo për të ngritur mbi majat e gishtave. Kjo vën në lëvizje pompën e pulpëve. Ngritja e këmbëve në fund të ditës, shtriu dhe vendosi këmbët mbi 2 jastëk mbi nivelin e zemrës për 15 deri në 20 minuta. Kjo ndihmon gravitetin të kthejë gjakun mbrapsht. Çorapet e kompresionit, çorapet elastike. Ato bëjnë presion të matur mbi këmbë, duke i shtrënguar venat që gjaku të rrjedh më mirë lart. Një shpëtim nëse udhëtojnë gjatë apo nëse rri shumë në këmbë. Trajtimet mjekësore në seanca të theksuara ose me dhimbje. Nëse variqet janë të rënduara, duhet të konsultohesh me një mjek vaskular. Sot mjekësia ka përparuar shumë dhe nuk bën më ato operacionet e vjetra e të dhimbshme. Ka metoda moderne si skleroterapia, injektimi i një solucioni që mbyll venën e dëmtuar, ose trajtimi me lazer, radiofrekuencë, të cilat bëhen shpejt dhe pa dhimbje. Variqet nuk janë diçka që duhen injoruar, sepse nëse lihen pas dore mund të çojnë në enjtje kronike apo probleme më serioze të lëkurës. Kujdesuni për këmbët tuaja sot, që ato t'ju mbajnë të shëndetshëm nesër. Nëse të ndihmoi ky informacion, të lutem më mbështet me një like dhe ndaj këtë video me dikë që e di që vuan nga këmbët e lodhura. Shkruaj në komente, a keni filluar të shihni shenjat e para të variqeve dhe çfarë bëni për t'i qetësuar? Shihemi në videon e radhës.